E dini se jo, nuk mundeni të pritni ju në vullnetin e mirë të sektorit privat. Më thonë, ju lutem, mos i ngritni çmimet ju. Më thonë, ju lutem. Më thonë, ti ke instrumentet e tua, e ke politikën tënde, dhe mundësinë se si mund t'i ndalësh këto. Dhe ti duhet ta bësh këtë. Më thonë, për të mirën e qytetarëve, po edhe për të mirën e bizneseve. Më thonë, përveç masave afat shkurte, nuk pash një mas afat mes, mas afat gjatë. Për shembull, nëse ti ke problem me ushqimin, e 2009 a u mbyllën kufit, a u paraqit problem për të furnizuar me ushqim popullatën. Më thonë, është një gjë, kur e din se 70% importon produkte ushqimore bazike, dhe ti ke një sektor të bujqësisë që ti nuk investon, ose nuk bën gjërat që të fillon prej aty, atër këtu nuk është problemi i masave të afat shkurte ekonomike, është problemi strategjisë.